Dhënat ekonomike tregojnë se është thelluar në masë të madhe deficiti tregtar në mes Kosovës dhe vendeve të tjera. Cilat janë shkaktarët sipas jush që kanë ndikuar në këtë trend në ekonominë e Kosovës? Këto parametra ekonomik ne kemi aktualizu me vitet tëra, mi po gjitha këto rekomandime kanë hasë në vesh të short. Në Kosovë dhe me tutje nuk pranohet e vërteta që kritika është nanet mësuar dhe jo armisi. Në qoftë se sot nuk pajtosh me gënjeshtërën institucionale dhe thu të vërtetën, do t'jesh i penalizuar, do t'jesh i etiketuar, do t'jesh i sulmuar nga patriotët softverik apo të Facebookut, dhe tëra kjo po jep krah politikës që të del me dhëna që nuk përputhen me realitetin e Kosovës. Sot do t'isha personi më i lumtur që para juve t'i numëroj 5 investor apo investime të huaja që kanë ndodhur vitet të fundit. Sot nga Kosova falë energjisë elektrike dhe prodhimi vendor është duke dalë në vendet rajonet, kur krejsa i shto që jemi duke importu edhe inflacion të heshtur, sepse pjesa dërmuese e produkteve në Kosovë janë të importuara, e dëshmon më së miri sa duke u goditur qytetari i Kosovës, sa duke goditur standard jetësor, dhe mbi të gjitha sa është e shtrejt shporta e produkteve esenciale për familjet kosovare. Në këto rrethana, sa do që të ngritet paga, që ose nuk kemi një qasje më gjithëpërfshirëse ekonomike, do t'jetë e kotë, sepse për një familje 4 anëtare për t'jetuar një jetë jo të luksit, po një jetë minore apo normale, i duhen 1.386 euro, dhe kush mund t'i siguroj këto t'hyra.